Para se të fillojmë me këtë fabul, që do e kuptojmë tani çka ka ndodhur, besoj janë të informuar Flogerti e informuar edhe Sebastiani dhe Marsidi, edhe Neziri, apo jo Nezir, ka ndodhur vetëm para 2 ditësh këtu në Tiranë, po para se të vijë moment dua të filloj pak më të relaksuar sot emisioni, dua të njohim në pak sekonda të njohim Nezirin se kush është. Nezir, të lutem thuaj disa fjalë për veten tënde, sapo je zgjedhur deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, jeton në Francë prej 17 vjetësh, shkove atje për studime. Dim vetëm që ti je tani, nuk e di për sa kohë është je pedagog në si shtan të shkencave politike. Po ç'mund të na thuash për angazhimin tënd te Vetëvendosja? Pra, pse e more këtë vendim, pra pse papritur le jetën tënde atje, se nuk është jetë e vogël 17 vjet, një karrierë profesionale që e ke ndërtuar atje me siguri me shumë mund besoj dhe me shumë pasion dhe erdhe për të bërë deputet Kosovë. Atëherë faleminderit shumë. Kënaqësia është ime. Jam shumë i nderuar që jam sonte këtu. Si ju ndjek prej vitesh dhe kam fort respekt për produktet mediatike për cilat ke qenë në origjinë ti dhe falenderoj që ke ofruar publikut shqiptar gjithandej programe, momente televizuale që kanë mbetë edhe në kujtesë dhe kanë kontribuar shpërndarjes informacionit dhe dijes. Unë jam Nezir Kraki, lind e rrit në Kosovë, Tugagjen, Junik. Jam shkolluar një herë në Kosovë, gjatë luftës u gjetëm në Zvicër, si refugjat lufte dhe aty shkova në shkollë një vit, mësova frëngjishtën fillestare. Pas luftës u kthyem ne dhe vazhduam jetën normalisht në Kosovë. Në Kosovë tani kam studiuar gjuhë dhe letërsi franceze dhe shkenca politike. Pastaj 2007 jam pranuar në Paris për studime master në shkenca politike. Shkova dhe vazhdova master e doktorat në shkenca politike. Tani në 2015-16 kam shku në Universitetin e Stanfordit në Amerikë me bëni specializim në strategji vendimarrëse. Dhe kam gati 10 vite që jap mësim në universitetin ku kam kryer studime doktorale. Për shkenca politike? Shkenca politike, po. Politikat e BE-s dhe politikat publike franceze. Në Parisin e 12, që tash është... Çfarë quhet tani? Tash quhet veç Université Paris-Est Créteil. Paris-Est? Po. Dakor. Dhe shkenca politike është pavarësu nga UPEC, Paris-Est. Okej. Është shndruar në Institut d'Études Politiques. Dakor. Institut d'Études Politiques. Dhe kemi shku në Fontainebleau. Je në Fontainebleau, po. Se ma thënë dje pa këtë. Dhe aty jam... Je pedagog me kohë të plot atje? Jo, s'jam me kohë të plot, se kam punu prej 10 vitesh publik edhe privat. Pas, kam qenë deri tash vonë, dasht me u largu nga privati për me ardhë në Kosovë. Kam qenë drejtori i studimeve në një école de commerce. Dhe lidhet me Kosovën nuk i kam humb asnjëherë, vi nga një familje që ka qenë historikisht anti-pushtues, anti-establishment jugoslav. Prindi, baba im ka qenë deputeti i parë në Kosovën paralele të Ibrahim Rugovës në kohën në 92-shin. Dhe jam rrit duke u politizu. Dhe si fëmijë, unë jam politizu sikur shumica shqiptarëve të Kosovës. Po me siguri që ka ndiku babaj, apo jo? Ka pasur rol babaj në formimin tënd. Dhe ne, shqiptarët jashtë Shqipërisë, jemi rrit me atë idenë se një moment do rigjindemi. Qartë. Do e rigjejmë njëri tjetrin, armën e vetme kemi pas mësimin, dhe unë sot jemi pa aftë me sqaru pse çka na ka motivu neve që të shkojmë edhe në shtëpi private, në dhoma private, të ulemi këm kryq, nga 50 nxënës në një dhomë shtëpie kështu private dhe të mësojmë. Në atë kohën e vështirë, ku na ndoqën prej. Ai realitet sociopolitik ka prodhu njerëz të ri, sikur unë, tash që jemi gjenerata ndoshta e parë, aktive. Më falë të pyes për moshën, besoj ti nuk je më shumë se 35 vjeç apo jo? I kam bërë 43. I bërë 43, dakor. Dhe... Se ka që vole për brezin dhe thash doja të bëja linja. Dhe kështu...
Kam një 10 vite që merrem intensivisht me Kosovën, do thot me shkrime, Nga Franca? Nga Franca. Dhe jam totalisht jam fort I lidhur edhe me Shqipërinë dhe me Kosovën, me çështjen shqiptare në përgjithësi. 2015 dhe 2016 pata angazhuar si këshilltar jashtë ish ministrit punëve të jashtme të Shqipërisë Detmir Bushatit. Dakor. Për çështje shqiptare në Ballkan. Ke qenë Tiranë, do të thënë, apo jo? Kam qenë më shumë Paris, por dakor. po. Dhe jam marrë kështu seriozisht dhe intensivisht me çështjen e Kosovës. Edhe studime doktorale ja kam kushtuar asaj çështje. Edhe tani natyrshëm, gati krejt natyrshëm, erdhi momenti. Kush të ftoi te vetëvendosja? Në fakt, shkurtimisht ma thuj. Po, unë kam pas feset e para 4 viteve, por edhe si isha mjaftueshëm, më armatosën, ndoshta intelektualisht. Qartë. Si kisha rendet edhe në aspekte tjera që të kthehem. Unë jam bashkuar partisë Guxo, që është në kuadër të listës vetëvendosje. Dakor. Që drejtohet nga Donika Gërvalla. Okej. Se është parti tjetër kjo Guxo? Guxo është parti në kuadër, ka bashkëqeverisë me vetëvendosjen deri tash. Dakor. Dhe është rifut në listën e njëjtë edhe në okej. Është në aleancë, thua, është parti në vete, po është në aleancë me vetëvendosjen apo jo? Po. Por ftesa më është bërë nga të dy fakt. Nga kryeministri Kurti. Të njifse Kurti? Po. Kryeministrin Kurti e kam taku, që di edhe vetë, nuk shef shumë shqiptar në metro në Paris. E ke taku në metro? E kam taku rasisht në metro para 12-13 vite. Po të vite tani për shumë në Paris, Kurti ka rëzi prapë metro do jeste. Vite për dalë. E kanë të kulturën, do mos të majtët, e kanë të kulturën që... Se jemi të ne, të thjeshtësisë, nuk e pëjnë se ju pëlqen? Mendoj që ka mënyrë jetese. Për shumë, besoj, më falë që të bëj parantesë, që edhe Arlind Qori, për shumë, nuk e bën kot për show. Jo, ka mënyrë jetën me bicikletë, që nuk e përdor makinë, e përdor shumë radhe të jetë. Unë ka përshtypjen se edhe po të jetë në pushtet, ai do bëj një gjë. E imagjino për shumë Arlind Qori një ditë po të ishte kryeminist në Shqipëri, do ishte në këto makinat e blinduara kështu. Jo, duhet Do t'i Kurti ka kritikuar rëndshëm para arsit për eskortat e mëse të thash. Dhe tani hipën e eskort? Rëndshëm. Po është protokoll. Është e pa evitueshme. Eksakt pra. Është e pa evitueshme. Po unë nuk thash për Kurtin, ç'bën tani, thash për Arlind Qorin nëse do vinte një ditë. Edhe ai s'ka opsion tjetër. Arlind Qorin që të jetë me eskort. Okej, do eci me një makinë. Edhe me kostum. Se edhe kostumin... Jo, kostumin do ta vesh, është detyruar ta vesh. Ka fjalën, janë tipa të çuditshëm shumë këta vllai. E mani kënaqësinë të gjërat e thjeshta, më kupton? Po është kjo pozitive është kjo. Mirë është me knaqësi, mirë është me gjë e keqe pa siguri. Në rast se nuk është propagandë gjithmonë. Pra, në këtë kuptim them unë. Në rast se propagandë. Jo, unë kam taku zotin Kurti në këtë formë dhe na ka mbet miqësi e sinqertë dhe korrekte prej atëherë jemi taku shpesh, jemi pa në Kosovë, në Paris. E ke taku në metro rastisht? Rastisht, po. I ke fol ti? Po, dhe unë isha në kam dhe ju futë unë bënte... Ishte vetëm? Vetëm, aj vetëm. Po që bënde vetëm Kurti në Kosovë, në Paris? Kishte takime në atër ku ka qenë Selia Parti Socialiste në Rue de Solferino. Rue de Solferino, po dalë tani, para 12 vitesh i bie që Kurti, që ishte në opozitë? Ka qenë në opozitë. Ishte deputet? Ishte deputet, po. Okej, dakor. E ishte tek pullë metro. Në cilën linjë? Linja 12. Okej, linja 12 që vete... Solferino. Që është e kuqja, më duket. Jo, është e gjelbërta. Është e gjelbërta 12 tani, po. Kalon Solferino dhe ikën lartë, më duket, ikën Montmartre, jo? Shkon në Montparnasse. Shkon në Montparnasse dhe ikën lartë, pësaj? E shkon lartë në Montmartre, Montmartre, Saint-Plon. Po, shkon se ka marruar, po. Nisë të bën vite. Pra i ka qenë takimi i parë. Takimi parë rasisht. U takuat në metro dhe u ndatë në metro, apo... Unë dami, i shkëmbim numrat dhe e-mailat dhe pastaj ajë mëftoj që të... Po pastaj kush e bëri kontaktin? E bëri ai i pari apo ti? Jo, unë, kur të vish Kosovë, më shkruj dhe takohemi dhe kështu ka fillu. Por Albin Kurti, në fakt e ka këtë... A i shef njerëzit me... I shef ashtu si që janë, i merr ashtu si që janë, dhe nuk ka para gjykime për njerëzit dhe tenton me i kap njerëzit nga ana më e mirë që e ka. Nuk ka... Nezir, po të ndërpres tu, jo po të ndërpres ty, po të ndërpresim këtu rrugtimin tënd, se të rrugtimi jotë është shumë i gjatë, por ne do kemi rast me siguri të
në emisione pak më të relaksuara, kur këtu të mos ketë zgjedhje dhe Kosova të ketë mbaru punë, të ketë kry punë, Absolutisht. le të jemi prapë bashkë dhe do urim të flasim pak më, do bëjmë një lloj podcasti në këtë emision. Me shumë knasi. Flasim pak për jetën tënde e kështu. Ku duhet të qetësohem pak ujra, se tani jemi në. Shumë knasi. Mentaliteti është i ngarkuar. Le të hyjmë direkt. Ti je deputet i ri, bile nuk e di, u certifikove apo jo? Nesër. Po, jemi certifiku gjithë. Ma mandatin, po. Po, Këtë skandalin. kam shkruar këta skandali atje. Është një skandal që duket protokollar, por nuk është pak i rëndësishëm. Dhe unë nëse më lejoni, për publikun, se ju mbasi jeni ndjeni, unë do ta lexoj tani se çfarë është kjo histori që ka ndodhur vetëm para 2 ditësh. Të ënën Tiranë, zoja Zotrin, zëvendës ministri i Financave të Republikës Kosovës, Agon Dobruna, mori pjesë në konferencën rajonale të nivelit lartë avancimi i reformave në kujdesin për fëmijët, të organizuar nga Qeveria e Republikës së Shqipërisë. Ngjarja kishte për qëllim në nënshkrimin e një deklarate rajonale për drejtat e fëmijëve, por përfaqësimi i Kosovës u shoqërua me një problem serioz protokollar. Dobruna tha, 2 pika thonjzat, për shkak të mënyrës së papranueshme të përfaqësimit të Republikës Kosovës në fusnotën, dhe fjalën fusnot duhet patjetër një moment që të ma thonë se ç'do të thonë. Fusnot është shkres? Fusnot është shënimi poshtë faqe. Fusnotë, po, dakor. I cila shpjegon rezolutën e Kjo është fjalë që përdorin në Kosovë. Në debat page. O debat Frangjesht, not debat page. Not debat page. Po. Po vetëm se kjo është një fjalë që përdorin në Kosovë, se në Shqipëri nuk e përdorin fusnotën. Fusnot është anglicizëm universal. Është anglicizëm. Po. Okej. Fusnotën e rezolutës 1244 të OKB-s. U detyrova të largohem nga konferenca, pra ky ka braktisur zëvendës ministri. Në fakt është footnote. Poshtë. Konferenca dhe të mos e nënshkruaj deklaratën e parashikuar aty, por nënshkrimin nga mbi 10 shtete pjesëmarrëse. Zëvendës ministri kosovar tha se kjo fusnot është tërësisht e papranueshme dhe e kundërt me atë që përdor Bashkimi Evropian. Tani, mëtej ai tha, megjithatë mënyra si u trajtua përfaqësimi i Kosovës ishte thellësisht gënjyese dhe e papranueshme për një shtet sovran që kontribuon në mënyrë aktive dhe të barabartë në këtë proces. Shtoi se pavarësisht kërkesës sonë të qartë dhe drejtpërdrejt për të korrigjuar këtë paraqitje, ajo u injorua, thot zëvendës ministri i Kosovës, duke shkelur frymën e bashkëpunimit, respektit dhe barazisë që promovon vetë konferenca. Duke përmbyllur qendrimin e tij, zëvendës ministri theksoi Kosova është një realitet i pamundur ndërkombëtar, por kjo nuk mund të bëhet duke ramohuar subjektivitetin shtetëror përmes një fusnote që bie ndesh me të vërtetën dhe me miqësinë që presim nga shtetet që na qëndrojnë pranë. Dhe në fund theksoi përdorimi i fusnotës në këtë kontekst nuk është një çështje procedurale, është një çështje e dinjitetit kombëtar, e respektit dhe trajtimit barabartë, veçanërisht kur organizatori është një vend mik i Republikës sonë. Tani, me fjalë thjeshta, kush e shpjegon para se ja fjalën? Mund ta shpjegojmë? Çka ka ndodhur? Fusnota zakonisht përdoret çani për të shmangur njojën formale të pavarësisë Kosovës si shtet sovran, po është një kompromis diplomatik, i cili kur ka angazhime ose kur ka shtete që e njohin dhe që nuk e njohin, sepse këtu ishin shumë shtete po, merr pjesë si përfaqësi e njohur në administrimin e institucioneve ndërkombëtare, dhe është një shmangje para gjykimit përfundimtar për statusin e saj, kur ka pjesëmarrje midis vendeve që e njohin dhe që nuk e njohin. Bukur. Tu kemi një inkoherencë. Tani pse Jo, s'është, në fakt, më fal, fusnota prej kohës kur është pranuar. Është ajo shenja që është ç'është një shenjë. Cila thotë që si quhet ajo? Si e not referencë Asterisk, po. Ajo është vendosur atëherë dhe ajo thotë që emërtimi Kosovë është paragjyku statusin e Kosovës dhe në respekt të rezolutës 1244 dhe të mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë të vitit 2010. Dhe prej atëherë, Serbia, kur gjendet Serbia në tavolinë, si ishte Serbia, ajo insiston. Por në fakt, më shumë kjo është në përgjegjësi e atij që e organizon, sepse ka pas raste ku Kosova është ftu në evente të tilla dhe Serbia është largu nga tavolina. Sepse nuk ka qenë fusnota. Absolutisht. Kjo është pak dramatike dhe tragjike, për mos thënë totalisht e pafalshme, që Shqipëria ta organizoj, ta lëshoj një gabim të tillë, dhe nga tavolina mos largohet Serbia, por Kosova. Ka pas vende në Hungari, ka 10 vite që ndodhin gjëra të tilla. Dhe në shumë raste është largu Serbia, thotë, s'është fusnota, unë qohem dalë. Po, se
Që që këtu i largohet Kosova. Largohet Kosova, atëre, para se ja fjanën të ftuarve të tjerë, për ta... Dhe as Serbia s'është largu në çdo rast, fakt. Okej. Ka raste varësisht nga rëndësia e eventit, ka plot raste ku Serbia ka qëndruar. Tani, Prishtina, kur them Prishtina, zvëns ministri i Kosovës, zvëns ministri që thamë, Dobruna, si kishte. Agoni, po. Agoni. Është mërzitur pse Shqipëria e ka lënë Kosovën në fusnot? Pra, sipas si s'duhet të ishte fane në fusnot? Absolutisht. Pritani, Shqipëria e ka lënë në fusnot me qëllim që mos krijoj përplasje me Serbin? Po, në këtë rast Shqipëria është sjellë sikur të ishte Zelanda e Re apo në Po, vend. ishte shtet neutral. Po, totalisht në ishull. E bukur është që Rama ishte në Tryez, ishte në takim, jo në Tryez, ishte në takim se e pam me video. Progre, pse thua të një nuk është kështu, se ti e i papa? Do doja që se nuk dua ta prish këtë moment. Jo, pse? Jo, po është shumë i bukur, unë dua që të flasi dhe Sebastianin, e drejton ti patjetër emisionin, po... Jo, unë duhet tani të dash ty fjalën, se po shqipje që ja bëja jo nuk është kështu, e bëja me gisht. Sepse kështu? Do ishte realisht skandal, si që thot, do të them profesor, se ta thash dhe mbrëm, për mua profesor është mbi deputetin. Po. Do ishte skandal i madh në qoftë se Shqipëria do kishte bërë atë që po ne po themi që ka bërë. Shqipëria nuk e ka bërë fusnotën ndaj Kosovës. Po kush e ka bërë? Atëherë, eventi... Jo, fusnota ka origjinë në Bruxelles, moti, po... Jo, të eventi pra. Eventi, okej. Eventi... A organizon të Shqipëria? Jo, pra jo. Eventi organizohej nga UNICEF, që është pjesë e Organizatës Kombeve të Bashkuara. Dakor. Dhe Shqipëria... Ka qenë gruaja e Bart Kadilli di atje? Nuk e, ajo është për një shtet tjetër ajo. Jo, Eva është e përgjithshme, është drejtoresha madhe e UNICEF-it. Nuk e di. Pra, se jam interesuar sot dhe tek ministri janë fjalë dhe tek pranë UNICEF-it për të marrë vesh informacionin se do ishte vërtet skandal. Shqipëria ishte thjesht hostuesja, pra pritësja, që organizoheshe. Organizatori ishte UNICEF-i. Dhe të gjitha organizatat ndërkombëtare që lidhen me OKB-n, UNICEF-i, që janë ato UNFPA e kështu me radhë, të gjitha e kanë detyrim vendosin e fusnotës në fjalë. Edhe kur zhvillohen në Kosovë, dhe unë kam patur rastin tjem atje, për evente, për projekte të ndryshme, çdo organizat e OKB-s, Organizatës Kombeve të Bashkuara, e ka detyrim në rastet caktuara kur janë këto shtetet që ne po flasim, që fusnotën ta vendosin në fund. Kështu që jo, Shqipëria fatmirësisht nuk e ka bërë atë gabim, po të mos ishte... Shqipëria ishte thjesht stadiumi që bëhej loja. Eksaktësisht. Arbitri thua ti edhe organizatori ishte UNICEF. Je i sigurt për këtë? Sebastian, ti ndan... E kam zyrtare, nuk të ashtu. Po jo, po me që jemi në emision, Sebastian, ti ndan të një t'i lajme Floglerti? Së fundmi, Kosova ka kërkuar që Umniku, për shembull, të pushoj misionin e vetë në Kosovë. Umniku është misioni OKB-s. Edhe mbretëria e kërkon dhe Amerikanët. Të shuhet. Pra në këtë kuptim, ajo që po dua të them është që ka gjithmonë diskrecion, ku Shqipëria si vendi i cili e pret mbledhjen, të jetë një vend i cili edhe diskuton sa i përket parametrave se si do të zhvillohet kjo mbledhje. Në kuadër të kësaj, ti gjithmonë merr masa edhe për të mos pasur incidente diplomatike. Pra, sa ka qenë delegacioni shqiptar në atë sallë i angazhuar që të mos kishte një përplasje diplomatike mes Tiranës dhe Prishtinës, kur ka parë... Midis Serbisë në këtë rast, sepse ndoshta kanë dashur që Serbia mos ngrihet te tavolina. Ne me Serbin kemi përplasje diplomatike në 10 gjëra në 9 kemi përplasje diplomatike. Tani unë po them mos kemi përplasje diplomatike me këto, sepse këto detyrimisht do thosh me njëri tjetrin. Po sigurisht, sepse ti me kundërshtarin kemi me dy parë që flasin shqip. E kuptova. Pra në qendron konflikti thotë se. Në këtë aspekt po. Pra ti thua Shqipëria kishte në dorë, po i thua Flogerti me fjalë tjera, sepse po shikon nga unë. Shqipëria kishte në dorë, ti thoshte UNICEF-it, besoj se nuk ju prishet punë, që ne të evitojmë të fusnotën, sepse Kosova gjithsesi është një vend që ne e kemi. Janë bërë diskutime. Ka detyrim. Janë bërë nga OKB, çdo institucion që buron nga OKB-ja e ka detyrim që ta vendosë në fusnotës dhe eventi ose bëhej ose nuk bëhej. Dhe kur ka ardhur Vučić në Tiranë për komunitetin politik që ju e përmendët dje,
që është një projekt i cili është absurd dhe Edi Rama na ka futur ne në këtë projekt politik të komunitetit politik francez dhe jo në Bashkimin Evropian. Është paradhom me Ukrainën dhe me Moldavinë e tjerë, kur ne kemi qenë në një rrugë të drejtë, është diskutuar sepse Vučići nuk donte të vente firmën aty ku kishte Kosovën dhe janë ullur për të diskutuar. Pra Kosova ka thënë... është një vendim që e merr UNICEF-i në Tiranë e kam fjalën, ose... Pra UNICEF-i në Tiranë i bindët e prorit, nuk e heq do të fusnotën. Sa ka qenë diskutuar? Dhe niveli i përfaqësimit tani pa dashur të ullë në mënyrë absolute zëvendësministrin, se ai përfaqëson Republikën e Kosovës. Jo, por në ra fabula, se që është flogerti, atëre nuk është skandal. Veç një diçka. Fusnota nuk... Në ra fabula fatikisht. Fusnota nuk... Qo se rezulton se është flogerti, në ra fabula. Jo, ti bravo të qofla, jo, shumë mirë. Fusnota është... Bora detyrat e shtëpisë. Fusnota është evropiane, nuk është EUKB-s. Origjina e fusnotës... Po, unë them si e kanë... Si që mua më thanë... Nuk ka lidhje me organizatën ndërkombëtare. 1244 është EUKB-s, por fusnota, obligimi që fusnota të afishohet... Nuk është EUKB-s? është diçka evropiane. Prej momentit kur është pajtu Kosova në atë kohë që ka qenë një... Pra, atëre, ku është duke ta manipuluar flogertin e? Jo, unë e kam... Jo, flogerti mendon se kam bet, duke qenë se është obligative në shumë raste... UNICEF-i nuk mund t'i bëjt ato se e ka detyruar, thotë flogerti. UNICEF-i, po t'ishte për OKB... Përdorimi fusnotës me referencën dhe rezolutës 1244 është detyrimi diktuar në rastin kur konferencat organizohen në bashkëpunim me agjensitë e Kombeve të Bashkuara, siç është dhe një UNICEF. Pra, konferenca organizohej me UNICEF dhe Shqipëria bënte thjesht hostimin e kësaj... Jo, nuk qëndron. Okej, dakor. Nuk qëndron. Fusnota nuk ka lidhje me... Presim të reagoj UNICEF-i tani zyrtarisht. Jo UNICEF-i, jo. Për OKB-n, zyrtarisht sot Kosova nuk është antare OKB-s. Dhe për OKB-n, Kosova nuk ekziston si shtet. Po t'ishte për OKB-n dhe po t'ja dëgjonim qefet në unë miku të OKB-s, atër Kosova s'do ishte ftu askonda si shtet as si republikë. Kjo është drejt. 1244 është e bën Kosovën territor gjeografik me status pa definu. Ajo që thot fusnota. Po. Ajo që thot Ramzi në mënyrë. Po, ajo që thot fusnota, atë prandaj ka institut Serbia që në Bruxelles 2013 kur ajo i bërë disa lëshime në atë kohë minimale, por ishin me gjitha disa lëshime, dhe Bashkimi Evropian duhej të angazhon të Kosovën me gjithat në proceset e integrimit, me kreativitete, originalitete të cilat mes tyre solën edhe këtë fusnot, për ndryshe Spanja. Ajo fusnota është fut për Spanjen, për 5 shtetet mos njohëse. Ato se njohin, dhe në dokumentacionet e BE-s, sot nëse futeni në faqen zyrtare të Komisionit Evropian, ku përmendet Kosova, ka fusnotën. Për OKB-n, Kosova së shtet heq. Do të thotë, nuk kanë lidhje këto, fusnota është diçka evropiane, prandaj është zbeh kjo fusnota, dhe ka shumë vite që se vendos askush më. Pra, trosh më beci, Tirana zyrtare, absolutisht po. Toshe, a ka mundësi këtë fusnotën, se nuk na... Se nuk duhen e të lashen territortimin, kështu që nuk du. Nga pikpamja e parë. Dhe fal, lajmi që lexova unë, më fal Marsit, do ja fjalën tani. Po. Të falenderoj shumë, sepse ishte një sqarim shumë i rëndësishëm, që varet çështja europiane, nuk është çështje. A i thoshte atje, zëvendës ministri Agoni, që ne i kërkuam që ta hiqnin, po përgjigje ishte shgënjyse. Thanë që nuk e kërkuar UNICEF-it ai, ka kërkuar Tiranës zyrtare. Pra, tani pyetja... Pra, skandali ekziston. Është ajo që Sebi, është parimi diskrecion. Pyetja është këtu, zoti Çani. Drejtë ndërkombëtare publike. Pyetja është sikur Shqipëria donte të provokonte një skandal diplomatik tani. Çfarë do i vyente, po hym në real politikën shqiptare tani, Edi Ramës, që pikërisht në fushatën e ti, të hapte dhe i të lash me Kurtin, dhe ata që janë simpatizant të Kurtit nga këtu atje, të ke një lloj pakënaqësie. Pra, nuk më bën sens që Rama të ketë provokuar... E kupton, në kuptimin... Jo ka stile, që thoni ju këto. Jo, nuk mendoj që ka qenë strategji. Ka qenë mocionje parimeve drejtës ndërkombëtare politike. Është veç një zgjatim i sjelljes së Shqipërisë zyrtare këto 4-5 vite, e cila sillet sikur Zelanda e Re ndaj Kosovës. Dhe kjo tash po. Dhe kjo neutraliteti i tepruar ndaj Kosovës, sjell episode të do mundohemi ta kuptojmë tani në fakt. Një sekondë. Do ja fjalën miqvesh kam në studio, Marsidi s'ka mburur për fabulën e parë. Marsid. Po. Mund ta bësh një bilans të kësaj që u tha tani këtu ti si jurist që rjeve. Është e mundur kjo pra për të kuptuar diferencën midis opsionit që dha
Flogerti, Sebastiani dhe profesori, dhe Neziri. Kemi një përplasje të dy qëndrimeve veçane. Një është qëndrimi i kompromisit diplomatik, në cilin një vend i cili nuk ka atashim, qoftë simbolik, qoftë kombëtar, qoftë etnik, ose qoftë edhe në një marrëdhënie bilaterale, mban një qëndrim që quhet kompromisi diplomatik në mënyrë që ndodhi ajo që vendet qulen tavolinë mos kenë përplasje qëndrimesh, në kuptimin e njohjes ose mos njohjes. Por ky nuk është qëndrimi që i takon të Shqipërisë. Qëndrimi tjetër është qëndrimi i marrëveshjeve bilaterale ose i afërsisë që ka një shtet me një shtet tjetër. Për shkak të qëndrimeve që ka pasur Shqipëria, qoftë në lidhje me njohjen e Kosovës, qoftë në çdo raporti tjetër bilateral, siç e përmendi edhe Sebastiani, ekziston një parim në drejtën ndërkombëtare publike, i cili është parimi i diskrecionit, që do thotë vendi i cili është hostes ose pritës i takon ta treqë elastikun në gjuhën juridike formale për ta thënë këtë, aq shumë sa mos kputet. Dhe unë nuk mendoj që nëse nuk do përdore kjo fusnot, elastiku do ishte i kputur, jo, sepse ka në diskrecion, por edhe për shkak të qëndrimit etik, ligjor, filozofik, politik. Është çështje tërësisht, unë e mendoj në kuptimin politik, jo në kuptimin ligjor pra të parimeve drejtës ndërkombëtare publike, dhe unë e shikoj si një skandal. Unë mendoj që Shqipërisë nuk i takonte ta trajtonte shtetin e Kosovës me këtë fusnot, por duhet ta njihte si një vend i pavarur, siç ka ndodhur dhe siç është ngjarja. Po mi, gjithsesi, opsioni që tha Flogerti duhet dëgjuar me vëmendje, sepse është një pavarësisht se Neziri e hodhi poshtë, edhe Sebastiani e hodhi poshtë i familje. Është formalitet i cili nuk prevalon. Jo, çdo institucion i OKB-s në Kosovë dhe profesori Edimir është i detyruar të vendosë fusnotën. Pikë. Dhe deklarata që nuk e ka firmosur ministri, tani unë di, a të them gjithë kronologjinë, si ka ndodhur çfarë ka bërë edhe zëvendës ministri, se kam të gjithën këtu. Është një si ta mbante Spanja, atëre një sekondë, që të vazhdoni dhe pak, si ta mbante Rumania. Fal, jo prit. A që të vazhdoni dhe pak, riktheje pak fabulën që kishim në ekran, edhe pak fare. Tani filloi debati, duhet gjysmëron gjithmonë. Jemi korrekt. Çfarë ka bërë eksaktësisht zëvendës ministri në fjalë? Agoni, po. Ai ishte i ftuar dhe pas i ul, tha, se po e rrëfej tani se ndoshta. Kjo pra na duhet. Tha, po iki pa zhurmë se është kjo fusnota. Bukur. Më pas, Ministria Shtetit Shqiptar pyet UNICEF-in dhe përgjigjja ishte e kemi të detyrueshme fusnotën. Ai u kthye sërish, u ullë sërish dhe pas 3 minuta shumë ngrit dhe u largua. I kërkoi UNICEF-it që ta hiqte. Ndërkohë, UNICEF-i i tha që e kemi detyrim. Ky u ngrit dhe iku e mori të mirëqen nga ana tjetër, marrëveshja që do të nënshkruaj nuk ka fusnot dhe nuk ka lidhje me Kosovën dhe pra Shqipëria ka mbajtur qëndrimin, pra fusnota nuk ishte tek marrëveshja, tek thelbi i eventit. Kështu që në këtë kuptim nga ana tjetër duhet të theksojmë që në Kosovë, tekstin e lexova pra, në Kosovë nga ana tjetër konfirmohet që UNICEF ka detyrim që të vendosi fusnotën në çdo event të kësaj. Në rregull pra. Tu debati nuk është e ka detyrim UNICEF-i, debati është që Shqipëria mund t'i kërkojë thoshte hiqe. Po pra, domethënë çështja është që Shqipëria ka një diskrecion që ti thot tani duhet kuptojmë një gjë. Jo, po s'e them muhabetin nga e para. Për ta definuar pak dhe për të thënë një gjë tjetër. Jo, Sebastian, lutem. Kjo është ti do të them unë ty hiq mikrofonin dhe hajde bëjmë debat, po ti nuk dëgjohesh. Ne bëjmë detyrim mikrofoni këtu. Ne bëjmë bisedime me BE-n për të futur në BE. Kapitujt ne i kemi klasifikuar sekret që t'i gjejmë të hapura tek faqja e Bashkimit Evropian se çfarë bisedojmë ne me Bashkimin Evropian. Por i kemi sekret për t'i parë unë si gazetar dhe ky si qytetar dhe si studius. E dyta, ne bisedojmë me BE-n, parat në japin gjermanët për negociatorët tonë dhe se çfarë logjike ka ne si negociator, ja çojmë që t'i shohin gjermanët, që gjermanët t'i shohin prapë në Bruksel, po të njëjtat gjëra që ne do futemi në BE. Ky është shteti shqiptar. Tragjedit, siç e tha dhe Neziri pak më herët, dhe me që e ka qef filozofin Marsidi, Nietzsche e thot tragjedit ndonjëherë janë shumë banale. Këto janë gjëra aq banale, sa që ne nuk kemi guxim që t'i themi, ne të dy e lejmë mbledhjen tani në këto momente, në qoftë se kjo fusnota nuk hiqet. Por me që ministria
zëvendës ministria, zëvendës ministria, drejtoresha e drejtorisë, zëvendës drejtoresha e drejtorisë, të gjitha kanë frikë se çfarë do të thotë ky dhe çfarë do të thotë ai, të gjitha lënë këtë lloj heshtje. Dhe pastaj kjo kalon dhe kthehet deri në një kam pyetje për profesorin dhe për Sebastianin, për asistentin. Shikoni, veç një plotësim preciz se Lere se po vazhdove ti pas se kemi edhe fabula tjera. Unë jam i ftari i saktësisë në terminologji, veç diçka. Vetëm të lutem, në raportet e OKB-s, tash ky i fundit, se unë miku vazhdon të jetë në Kosovë, dhe unë miku prodhon një raport. Në tekstet e unë mikut të OKB-s, Kosova nuk ka fusnot. Ajo që e thash më herët, fusnota nuk është e OKB-s. Qa pra? Për OKB-n, Kosova ka status jo shtetëror. Po. Prandaj nuk ka nevojë të ritheksohet ajo. Që të vendoset fusnota. Nuk ka nevojë për OKB-n që të vendoset një shtesë. Fusnota është veç në rastet kur Kosova ftohet dhe konsiderohet si shtet, por aty mund gjendet Spanja, Serbia, shtetet mosnjose. Spanja madje dhe Slovakia. Ky ishte rasti Tiranë. Por ka pas më shumë raste kur Serbia, shtete, jo shtete shqiptar, shtete tjera, nuk kanë pranu të vendosin Kosovën me fusnot, dhe Serbia është largu nga tavolina. Ndërkohë që skandali është si ka mund të gjithë Tirana, në vend që të ishte solidare. Po pra, për shkak të marrëdhënieve bilaterale. Serbia do Serbia është dash largohet nga tavolina, jo Kosova. Jam dakord. Ledio, karote fabula tjetër. Karote fabula tjetër, Ledio. Ja ku. Tani letu ju me zemër